Dhe duke vazhduar në ndjenjat e fish love dhe ndjenjës familjare, unë do ju merja pak kohë nga vëmendja juaj për të folur rreth shqiptarizmit në përgjithësi. Të gjithë neve që jemi këtu, përveç faktit se jemi shqiptar, jemi të gjithë pothuajse të shkolluar me karriera sapo të filluara, të vazhduara apo edhe në kulmet e tyre, na bashkon fakti kryesor që kemi përveç kuriozitetit dhe dashamirësinë për të njohur bashkëdhetarët tanë. Por kjo është risi, kjo është diçka e re, që nuk ka qenë gjithmonë. Fillimisht stereotipi shqiptar në Gjermani sidomos, le të themi, është duke parë kohët e fundit ditën e tij më të mira, sepse jo gjithmonë ka qenë, le të themi, ai më i miri i mundshëm çfarë ne mund t'i ofronim. Një paralelizëm kryesor mund bëhet si filmi The Albana me Nick Gjelilaj, ku shqiptari stereotipikisht përfaqësohet si një njeri larg dijes, një njeri, le të themi, i pashkolluar dhe i përfshirë në të tjera qoshet e errta që jo domosdoshmërisht kam dëshirën t'i përmend një nga një, sepse janë shumë. Dhe fatkeqësisht në një pjesë shumë të madhe këto kanë qenë të vërteta. Kanë qenë të vërteta jo vetëm faktin sepse ne të gjithë jemi të tillë, kanë qenë të vërteta për faktin sepse këta individ kanë qenë pjesë e diskursit publik dhe ne kemi qenë të paorganizuar dhe kështu le të themi të fshehur ose të harruar nga e gjithë masa tjetër. Një emigrant shqiptar, sidomos për ne, e kam fjalën, kalon zakonisht në 3 faza kur ata arrin në Gjermani. Për shembull, faza e parë është ardhja, ku gjithë secili qëndron bashkë me njëri tjetrin, mundohet të përdorë njëri tjetrin me një ndjesit mirë, po jo vetëm duke u munduar të vrasë vetmin, përdorë eksperiencat e njëri tjetrit për të eksploruar këtë realitetin e ri ku ata po bëhen pjesë. Faza e dytë është gjëja më njerëzore e mundshme ku pas mosmarrëveshjeve të ndryshme apo thjesht shpërndarjeve nëpër punë, shkolla etj, këto komunitete, këto grupe shpërbëhen. Aktivisht një pjesë e fortë e jona kërkon me do e mos, le të themi, integrimin, përfshirjen me popullsitë të tjera apo me gjerman, venezuelian, vërja një emrin ju si të doni. Bile shkon edhe aq shumë sa aktivisht mundohemi të mos përfshihemi shqiptar, sepse mbase ne nuk jemi aq të mirë, mbase neve na mungojnë disa gjëra që të tjerët i kanë. Dhe faza e tretë përfundimtare jeni ju. Faza e tretë jemi ne, të gjithë bashku këtu. Ne sot e zgjedhim njëri tjetrin jo sepse jemi shqiptar, por edhe sepse jemi shqiptar, edhe sepse jemi të arsimuar, edhe sepse jemi të integruar, por asnjëherë të asimiluar. Siç e përmendi dhe Rezi më përpara, ne e kërkojmë njëri tjetrin, të gjithë juve këtu jeni një shembull i mirë që mund të arrijmë jashtëzakonisht shumë gjëra të mëdha, dhe përsëri nuk e harrojmë identitetin tonë dhe kërkojmë që të krijojmë lidhje të shëndetshme me njëri tjetrin. Vendet pak të zhvilluara si Shqipëria apo le të themi Ballkani në përgjithësi kanë trauma jashtëzakonisht shumë të forta sociale, politike, ekonomike e të tjera. Dhe ne kemi një sens inferioriteti që shpeshherë na diktohet nga jashtë, por në shumicën e rasteve edhe e vazhdojmë ta bëjmë vetë. I themi vetes që jemi më të dobët, që jemi më pak të mirë, që diçka që është gjermane është by definition më e mirë, ose italiani e bën më mirë, ose çka ka bërë vrëngu, i thon pleqt. Kështu që po, çka ka bërë vrëngu. E vërteta është që ne nuk e kemi pasur mundësinë të zhvillohemi në vendet ku kemi qenë, qoftë Kosova, Shqipëria, Maqedonia. Nuk kemi pasur mundësinë sepse mundësitë kanë qenë aq pak sa kanë qenë dhe ato çfarë kanë qenë shumicën e kohës janë keq përdorur nga palët e tretë apo le të themi nuk ka qenë hapësira për të rinj për të futur në tregjet e tyre specifike. Të qenurit shqiptar neve nuk na bën në asnjë lloj momenti më të mirë se sa të tjerësh. Por më e rëndësishmja është që të qenurit shqiptar nuk na bën në asnjë moment më keq se sa të tjerët. Dhe juve pikërisht që jeni këtu jeni shembull. Shumë prej jush jo vetëm që shkëlqejnë në karrierat edhe punët specifike që bëjnë, por madje keni poste menaxheriale, drejtuese që drejtoni edhe gjerman, edhe italian, edhe frëngun që ka bërë dikur atë që ka bërë.
Kështu që një paralizëm të fundit. Ne flasim sot për cilësinë gjermane dhe si gjërat funksionojnë. Në fillimet e veta Made in Germany ka qenë njëjta gjë siç ishte Made in China para disa vitesh. Ka qenë standardi më i ulët i çdo lloji gjëje. Edhe gjermanët sot janë aty ku ne dim gjithë ku janë. German engineering është, le të themi, fjalë kyçe e çdo salesman për të shitur makinën me një çmim jashtëzakonisht shumë të çmendur që s'bën sens. Ne, që jemi mbledhur këtu së bashku, duam apo s'duam, me dashje apo pa dashje, jemi pioner të faktit, mbase jo made in Albania, por made from Albanians. Ne së bashku që po mbledhemi këtu, ky lloj komuniteti është pioner i vendosjes së standardit të ri të profesionistit shqiptar dhe të standardit të ri se si shqiptarët përmenden në çdo lloj vendi tjetër. Së bashku do e bëjmë të gjithë këtë. Ju faleminderit. Non,